Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Komente negative tek video e babait. Xhibani, unë nuk pres të më vdesi baba që të lë bigun. Sikur se e dim, Xhibani nuk është më pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri pas komunikimit që u bë nga Ledioni për gjendjen shëndetësore të Taatit të banorit. Ky i fundit postoi mbrëmjen e djeshme një video me Taatin ku shpjegonte dhe informoi publikun se gjendja e tij shëndetësore ishte e qëndrueshme dhe e mirë, pasi kishte marrë shumë mesazhe prej ndjekësve dhe ndjente si detyrim për një informim publik. Mirë po pas publikimit të videos, Xhibani është përballur dhe me një sër komentesh negative, ku shumë individ janë shprehur se çdo gjë ka qenë rren, lojë dhe shpifje. Për këtë, Xhibani ka ardhur me një sqarim në rrjetet sociale. Kam postu video me babin në TikTok dhe më është kënaq shpirti tu lexu me qindra urime nga shqiptarët. Mirë po kanë komentu dhe mjaft njerëz të cilët përveç se përdorin fjalor fyes, kanë guxim dhe flasin për montim, shitje, rren dhe çfarë tjetër. Babi im ka kalu episod, nuk ka qenë në grad të fundit. Unë nuk pres të më vdes baba me lënë lojën e bigut, se para familjes nuk bëj gjë tjetër. Produksioni ka për detyrë të më lajmërojë në raste emergjence shëndetësore dhe janë përmbaj detyrimit ligjor dhe moral duke më transmetuar dëshirën e familjes për të qenë afër Timeti. Unë nuk jam shit, as nuk jam blem. E vetmja pagesë janë 5.000 lekë nga kutia e emergjencës. Po të isha dalë me zarf të zi, do dilja me zarf të zi, se nuk më ka hëngër për 5 copë, nuk ma njit edhe për 6. Dokumentat nga shtrimi i babit i kam të disponueshme për të cilën vë bas publikisht me mu, kundrejt shumës 100.000 euro. Kushdo që më shan, e ka të shame. Avioni Wizz Air ku kam dalë foto nuk ka i qenë bosh, por gati full flight. Për ta kuptuar se sa me hatër më ka mbajtur produksioni, futuni një kërkim në YouTube me fjalët Xhibani Big Brother dhe po gjetët një video ku shfaqem duke fol qet dhe që të diskutoj më thoni. Në të gjitha shfaqjet vetëm pjesë ku reagoj ka qenë videot që janë bërë më shumë virale. U shpreh Xhibani.